Para se të shkojmë të Superliga e Kosovës, po duka nga një parashikim për Klasikon, do ta lëshojmë javën e ardhshme në emision duke nga Andin, Real Madrid Barcelona. Këtë herë favorizoj Realin, sepse shakaja me neon, është ma në formë, Barcelona s'ka qartësi në lojë, mbrojtja është jashtë sistemit, Reali me mërmenja këtë herë fiton. Në Klasikos dihet kur, sepse një kush mundet me ndru gjithë shka, po këtë herë Reali është favorit. Nuk po më pëlqen Andin. Do të me thonë... Shkurt. Sa herë s'ka qenë formë Barcelona, El Clasico në ka fitur. T'ja marim një rezultat, Andinit? Barcelona fitur. Rezultati? Rezultati 3-1 e kom qef. Ben? 3-0. Fiton Reali. Mbappé e trik. Linde? Mendoj që fiton Reali 2-1. Dritan? Masi edhe Andini dha shansë Realit, besoj edhe unë jem qatë. Se është befasike e deklerata e ti për mu. Nga një tif... Edhe unë e preka me kësyra është Andini. Qka është, do të me pranu. Andini është tifoz i futbollit, jo i Barcelona, kështu thëtë. Derim? Real Madrid ja ka frikën veç një klubi, këta din krejt Barcelona, unë mënej që kur sosh formë Barça e më poshtë 1-2. Vjetë ka pahu pështu me Osasunën 4-2, atër o këthy në formë. Si vjetë ube me Sevillën prapën e që këthajet në formë. Ja, unë ja te që të pjaqillojmë. Ja, po do këtë që këtë herë. Ja parashikim në rinë. Po ja qëlloj unë. Real Madrid 2-1. Shohim. Pyetja e kom për Blekin. 2-1 thashë Reali fiton. Okej. Shohim.